Vetëvendosje është 2 vota mangut për të ndërtuar shumicën parlamentare dhe qeverinë e re në Kosovë. Kjo u zbulua në numra preciz nga vetë Mimoza Kusari Lila, e cila në një intervistë për televizionin Euronews në Shqipëri tha se me 3 vota të nismës dhe 8 nga pakicat jo serbe po qëndrojnë në 59 deputet aktualisht. 3 vota nga pakicat jo serbe mungojnë, shpjegoi Kusari Lila, për çka tha se kanë pasur kërkesa abnormale. Nga informatat që kemi, 3 prej pakicave jo serbe nuk kanë dhënë konfirmimin e tyre të plot për mbështetjen e qeverisë, kanë pasur kërkesa abnormalisht, kanë shkuar në peshë më të rëndë se sa që kanë qenë më herët, ose se sa mund të kërkohet për një mandat, tha ajo. Aty ka edhe informacione dhe dyshime serioze se ka implikim dhe presion edhe nga lista serbe për të ndaluar qeverinë Kurti 3, përmes shantazhit dhe presionit që të mos lejojnë që deputetët jo të gjithë nga pakicat jo serbe të japin mbështetjen për Kurti 3, shtoi Kusari Lila. Duke llogaritur 3 votat e nismës, Kusari Lila konfirmoi edhe zyrtarisht se Fatmir Limaj ka ofruar 3 votat e veta për qeverinë e re, por se ende s'kanë marrëveshjen finale. Nga të gjitha pakicat jo serbe janë aktualisht 8 që mbështesin qeverinë, ndërsa ka shprehur gatishmërinë edhe kryetari i nismës për 3 deputetet e tij. Megjithatë nuk mund të konfirmoj se ka marrëveshje të finalizuar me nismën. Në rrethanat aktuale, 56 dhe 3 bëjnë 59, që i bjen 2 deputet mangut nga 61, që është shumica e thjesht parlamentare, ose shumicën që duhet të votoj për qeverinë në çdo rast. Janë 2 skenare, e para formimi i qeverisë me numra me shumicë të thjeshtë dhe e dyta për mundësinë që ka qenë e favorshme për koalicion më të gjerë, që mund të përfshinte ose zgjedhjen e presidentit, tha Kusari Lila.